që po e shohim, apo mendon që po përdoret për mirë, apo për keq në kuptimin që personazhet apo e prishin imazhin e vet, apo po e ndreqin këtë rast, sepse ka shumë njerëz që janë bërë famshëm ndoshta përmes rrjeteve sociale, përmes TikTokut, mirë po ka edhe njerëz që ndoshta nuk janë shumë të famshëm, mirë e tash po i shohim gjithçysh në TikTok. Dilara, tash të ndihmon nëse ti din me shfrytëzu, nëse krijon kontent mirë. E në fundit publiku është ai që ka me vendosë a je ose nuk je. Unë për vetë, edhe pse jam gazetare, prezantuese që dohet me qenë prezente, përveç rrjeteve tjera sociale, nuk është që kam TikTok. Tash ndoshta njeriu nuk po të them asnjëherë jo, sepse po kemi shumë raste të Big Brother që jo nuk hyje dhe po i shohim pas gjysmëviti aty. Po nuk e di, mendoj që thjesht du të njihem për gazetaret që prodhoj emisione, po jo për modele e rrjeteve sociale. Edhe bëhet pak kjo mungesa ndoshta jo e informimit, po mungesa që nëse jenë TikTok ti jenë hap me kohën. O ma shumë kritika për njerëzve tafër se qyshti me krejt këtë bagazh dhe me krejt këtë dinamik jetësore që punon 2-3 puna dhe nuk i promovojnë. Thjesht e kom lanë punën me fol vetë dhe kom dashur me qenë njerëzit ata që të vlerësojnë në bazë të performancës që ti bën, sepse ma gjej një person Dilara që në rrjetet sociale promovon diçka që nuk e bën ose diçka të si tam peka shumë se shprehem tamam që negative, gjërat negative asnjëherë nuk i postojmë. Okej, janë ato live-at që na mendojmë me marr audiencë, ama mendoj që ndoshta me përmbyll me këtë këngën e Pintave që kanë thonë 5 minuta njëjtë si fama. Kështu që unë mendoj që nëse ti e merr një famë të shpejt, ajo dhe ka me shku më të dëmtu për shkak që ti nuk je stabile emocionalisht që ta pranosh atë realitet. Kemi pas shumë personazhe, përmendim këto Tajnën, ka qenë shumë senzacion disa yje të Big Brother e këto që ku i kemi sot. Kështu që kjo është pak thik me dyteja që sa të ndihmon ose të pasuron financiarisht, prapë nëse ti nuk je mençur me investu dikun, ato pare kanë me ik. Pra ti po e thu që Tajna dhe disa artista që janë promovu shpejt nuk janë kërkuar? Shumë shpejt edhe ndoshta janë, sepse ata kanë talent, por që nuk kanë mujt me gjetë vetën, ndoshta si dikush që e përmendëm rastin e muzikut, e kemi rastin e Dafinës edhe Yllit, që Ylli nuk ka nevojë me u fut në TikTok në live, sepse ai mjafton me një projekt muzikor i mbrin milionat me zërin e tij. Po Tajna as është senzacion i momentit shembull? Edhe është edhe nuk është. Tash ti them. Senzacioni se po çuditëm sepse në çet verë është përmend veç Tajna edhe kemi ngu botërisht. Nëse shkojmë për probleme që ka pasi kemi diskutuar edhe në emisionet e tjera me ty në mëngjes që